që jemi në mes të korrikut, ka nisur java e re, por me hadhe dhe probleme të vjetra, vazhdon protesta në shesh. Ajo është kryefjalë e më shumë se 1 muaj e gjysmë që po shkojmë. Sot është dita e 44, asnjëra nga palët nuk lëshon, duke qëndruar në të njëjtat pozicione llogore me rezistenca e protestës, por edhe e qeverisë. Megjithatë, për atë që po ndodh në shesh, ne sot do zhvillojmë një bisedë ndryshe me një personazh intelektual i cili ndryshe nga të tjerët e ka vendosur theksin dhe ka vetëm një refren, mund ta themi, arsim, pa dije dhe iluminim, nuk ka zhvillim. Pra, ai është studiuesi Taurant Muka. Zoti Muka, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Taurant, ju keni mjaft kritika, mund ta themi në mënyrë më pozitive, pra një qasje pak më ndryshe për atë që po ndodh në shesh, referuar asaj që ju i thoni çeta e mikrofonit, që mund ta themi ndoshta edhe thojza, nuk ndoshta fjala është e madhe, ka marrë peng, po aty nis gjithçka, edhe folësit, edhe retorika, edhe drejtimi që do marrë protesta. Çfarë duhet ishte bërë ndryshe këto 44 ditë, domethënë, ku ka gabuar protesta në shesh, organizimi, drejtimi, edhe si duhet të ecë më tej? Unë besoj që në radhë parë ne do të flasim për gjithçka ka arritur kjo protestë. Kjo protestë i ka lënë, ndo njerëzit nuk janë më të friksuar. Njerëzit janë të qeshur, janë të lirë, dhe kjo është bukuria e kësaj proteste. E sigurisht në këtë zhvillim do ketë edhe problematika, të cilat duhet jemi të hapur, nëse ne kërkojmë të ndrojmë një sistem që ka censuruar fjalën e lirë, ka censuruar kritikën, ka larguar intelektualët. Sigurisht ajo që ne duam të zhvillojmë duhet jetë ndryshe, duhet jetë një shoqëri që e pranon kritikën, një shoqëri që i dëgjon si thua vërejtjen, dhe kjo është pikërisht çështja që un kam pas sot ditë. Protesta nuk është vetëm sheshi, protesta është gjithçka, është dhe kjo që ne po bëjmë sot. Pra kjo komunikim që ne po bëjmë sot, janë rrjetet sociale, janë si thua organizimet kudo në botë që po bën diaspora, janë letrat që po bëjnë grupime ndryshme. Pra ka një organizim të gjithanshëm. Ka një organizim të gjithanshëm. Sigurisht që mikrofoni merr një vëmendje për shkak të si thua fokusimit tek pjesa e sheshit. Unë besoj që në radhë e parë, kushdo që e ka menaxhuar mikrofonin, ka arritur që të krijojë një zë. Ai që është e rëndësishme është që ky zë të hapet. Kemi kaluar gati, sikurse ju e thatë, 1 muaj gjys, shkarkim energjie që ishte nevojshme, pra një shoqëri që ka dashur të flasi, ka dashur të dëgjohet, një urrëtie që na ka bashkuar të gjithëve ndaj këtij sistemi 36 vjeçar, që nuk na ka lejuar të kryejmë kushtet që meritojmë në një shoqëri që ka ndërtuar arsim, duhet kishte ndërtuar arsim, shëndetësi, ligje, drejtësi etj. Tani është faza që unë them është faza e iluminimit. Njerëzit duhet të dëgjojnë, po mirë, ja e artikuluam problemin, ja i shkundëm gjithë energjitë tona negative. Kalojmë nga pjesa e bashkimit, ku qajnë hallet çdo mëngjes, tani një fazë tjetër. Pikërisht, unë e bëj për humor, në sensin gazetari zoti Bashkim e ka bërë këtë për shumë vite, ku ka me një telefon ka bërë mikrofonin për gjithë shoqërinë shqiptare. Tani ka koha që të shkojmë në atë fazë që ne na ka munguar gjithmonë, që është faza e debateve, diskutimeve, rrjetet mendimeve, që njerëzit kuptojnë pritë se si mund të jetë ardhmja. Okej, flasim që nuk kemi arsim, po si do e bëjmë arsimin? Kush do e bëj arsimin? Intelektualët aty i mban larg kjo që ju thoni çeta mikrofonit, apo ata që ndrojnë pak të distancuar, apo nuk kemi fare intelektual, nuk kemi problemi duhet kuptuar që një shoqëri, niveli intelektualizmi i shoqërisë, që përfshin edhe intelektualët, varet nga niveli arsimor që ne kemi. Sa me ullet gjendja arsimore e universiteteve, aq me ullet është dhe niveli ose sasia intelektualëve që ne kemi në një shoqëri. Kur unë flas për universitetet, pikërisht për këtë flas. Nëse ti në auditorët e universiteteve nuk gjen profesorë, do thotë që ke një klasë të tërë intelektualesh që të mungon si shoqëri. Pra nuk mund të plagjatosh. Po, pikërisht, do të thënë, madje më intelektual është ai apo ajo që
ka një diplomë masteri, por nuk ka kopjuar, sesa ai apo ajo që ka një doktoratur, por ka kopjuar. Pasi ajo që nuk ka kopjuar, ka rezistuar, nuk ka dashur të bëhet pjesë e një sistemi antivlere. Dhe po me këtë duhet kuptuar që intelektuali flet me hapësirën e vet, flet me nivelin e vet. Dhe në rast se te mikrofoni nuk ka njerëz intelektual, sigurisht që bëhet e vështirë afrimi intelektualëve. Dhe unë gjithmonë them edhe diçka. Duhet kuptuar që bota ecën njësoj si filmi, si çdo emision që ne kemi, ka regjisor, ka skenarist, ka dhe aktor. Mikrofoni ndonjëherë janë aktorët që artikulojnë mendjen që i qëndron brapa. Dhe mendjen që i qëndron brapa ne duhet bëjmë intelektualët, pra njerëzit e formuar, njerëzit që t'japin vizionin, njerëzit që t'japin drejtimin, dhe sigurisht aktorët e komunikimit publik mund të jenë të ndryshëm, jo domosdoshmërisht duhet të kenë atë nivel intelektual. Dhe kjo është ajo diferenca që ne duhet bëjmë. Pra, duhet vendosim sigurisht njerëz të cilët janë të zhvilluar dhe të formuar profesionalisht, duhet largohemi nga gjua e urrejtjes dhe gjua e sharjeve dhe ofendimeve, se këtë ka bërë shoqëria dhe politika në 36 vite. Duhet kuptuar që jetojmë në një shoqëri të lirë ku gjithë secili bën zgjedhjet e veta dhe nuk mund të imponohemi kundrejt askund dhe kjo është dhe situacia e bukur e kësaj proteste. Ka krijuar një shoqëri të lirë ku njerëzit shkojnë në punë, shkojnë në protestë, shkojnë edhe të festojnë pas proteste. Jeta vazhdon. Po, jeta vazhdon, nuk duhet protestë është gjithë reagimi shoqëror me mundësitë, me hapësirën dhe me formën që çdo kush ka. Dhe kjo duhet të jetë, besoj, rruga përpara. Po, tani ajo fitoria e parë ose fitoria e vogël u arrit, sikur thatë ju, pra e analizuat pak më lart, vrasja e frikës për të protestuar, për të folur, për të shprehur atë që mendon. Po tani çfarë ndodh nëse s'bëhet ky kapërcimi tek faza e dytë? Unë besoj që në këtë mënyrë. Unë besoj që do vi. Ju po ti dëgjoni aty në mikrofoni ka thirrje të vazhdueshme, vinë intelektualët, edhe nga ata që kanë mikrofonin. Po të shikosh rrjetet sociale në javën e fundit, ka diskutime të jashtëzakonshme mbi intelektualin. Çfarë është intelektuali, pse nuk vjen intelektuali, pse nuk ne kemi arritur atë fazë. Fakti që diskutohet, fakti që debatohet, do thotë që po krijohet hapësira për të marrë fjalën dhe intelektuali që nuk ja kemi dhënë hapësirën 36 vite. Dhe unë besoj që do vi drejt kësaj, sepse ka nevojë, është domosdoshme, edhe njerëzit duan të dinë ku duam të shkojmë, ku duam të veni, kush janë ata njerëz që mund na çojnë përpara. Ne kemi një parlament ignorantësh, kemi një parlament me diplomat vlera, kemi një parlament me më shumë doktoratura se parlamenti britanik. Problemi është që ajo shoqëri që ne duam ndërtojmë, si duhet të jetë ndryshe dhe ne duam ta shohim këtë vizion. Edhe besoj që me diskutimet që kam parë edhe nga ata të mikrofonit, besoj që mund të ndryshojë situata, se është domosdoshme. Pra, unë e them me humor, opinionin e Blendi Fevziu dhe të Gritë Dumës do ta kthejmë në shesh. Shoqëria do të hapësirën e vet lirë, ku nuk e kontrollon kurkush filtrin e asaj që do dali si informacion, e vizionit që do artikulohet, por lihet një shoqëri e lirë, ashtu siç duhet ishte lënë prej 36 vitesh që është censuruar. Nga njëra anë ju thatë që kemi një parlament që pas pak do mblidhet dhe sot ignorantësh, referuar dhe diplomave dhe studimeve, por nga ana tjetër kemi një parlament në tentativë që po përgatitet një kuvend popullor. Ju jeni dakord me këtë mënyrë? Pra thirrja e një kuvendi me 300 anëtar, pastaj nga këta do zgjedhin 150, një qeveri teknike etj. Pra në këtë hulli. Mam kam bërë ftesë të bëjmë pjesë dhe nuk kam pranuar. Nuk kam pranuar për shkak sepse mendoj që bukuria e kësaj proteste është bashkimi qytetar. Pra bashkimi interesa ndryshme, unë kam interes për arsimin, dikush ka interes për mjedisin, dikush ka interes për shëndetësinë, na ka bashkuar gjithëve kundrejt një sistemi që nuk na është përgjigjur. Dhe në këtë kontekst unë besoj që ky organizim duhet vazhdojë tillë dhe sigurisht që në momentin që le të themi gëzohet sistemi, pra qeveria apo kryeministri, jam i sigurt që do shkohet drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të përgatitura nga kjo qeveri që kushdo kush mund të organizohet dhe të konkurojë. Fundja fundit pushteti fitohet me vota, nuk fitohet me një shtet paralel.
Unë nuk e di qëllimin e vërtet të këtij kuvendi, nëse qëndron në organizimin qytetar, çdo kush sot e ka lirinë të organizohet. Sigurisht nuk duhet artikuluar që flet në emër të popullit, se nuk mundet të flasin në emër të popullit përsa akoma nuk ka marrë miratimin e popullit, se këtë kanë bërë dhe qeveritë 36 vjeçare, flasin vazhdimisht në emër të popullit, ndërkohë që vjedhin votat, marrin sipas vjedhin paranë publike për të vjedhur votat etj. Pra duhet shkojmë drejt një qasje ndryshe. Në qoftë se ka një pasur në lëvizje një forcë politike për të luftuar tani brenda sistemit, por mënyra ha diskutim. Nuk di të them, për mendimin tim është kjo e rëndësishme është që të vazhdojë organizimi qytetar, bashkimi qytetar, të krijohet kultura qytetare që nuk na duhen vetëm partitë politike për të bërë ndryshimin, në rast se ne jemi kritik, në rast se ne e shikojmë politikanin si shërbëtor dhe jo si hero, atëherë ne mund të ecim përpara si gjithë shoqëritë europiane. Në rast se krijohet, le të themi, një parti politike që gjithë energji e kthen në zhgënjim në të ardhmen, sigurisht që kjo është një shupllak ndaj gjithë zhvillimeve që po ndërmerren. Le të jemi të duruar, pasi durimi është forca më e madhe e kësaj proteste, sigurisht edhe reagimi paqësor, dhe do ketë kohë për organizime dhe për hapësira për të gjithë. Dhe kjo është për durim, sepse ky anormaliteti mund të thënë normalitet, pastaj edhe Dyber, pati momente që edhe çeta e mikrofonit nuk pati durim, dhe shkoi u konfliktua dhe më mbajti në mënyrë paqësore protestante, kur e dinte që do kishte reagim të fortë policor. Dhe ju e patë që nuk u kthye në mbështetje popullore. Edhe në numra, kur shkuan një organizim nga padurimi më vete, numrat ishin shumë, jashtëzakonisht shumë të pakët, madje ndoshta 30-40 veta sa ishin verta, ndërkohë që në shesh vend të gjithë, sepse aty është bashkimi, aty është forca qytetare. Pra padurimi e tregoi në 3-4 momente protesta që nuk na çojnë në rrugën që ne do donim. Dhe unë besoj që tani duhet kemi durimin, pasi ndryshimet emdha nuk bëhen asnjëherë shpejt, madje ndryshimet e shpejta zakonisht çojnë në ekstreme të tjera, dhe ne nuk duhet të bëjmë gabimet e së shkuarës. Unë e kam përsëritur dhe përsëris, ne shqiptarë nuk është se nuk kemi ditur të rrëzojmë sisteme, ne kemi rrëzuar shumë sisteme, problemi është që nuk kemi ditur të ndërtojmë sisteme më të mira se ato që kemi rrëzuar. Dhe që të ndërtojmë sisteme më të mira, na duhet reflektim, na duhet bashkëbisedim, na duhet raje idesh, dhe jo të kalojmë në ego për pushtet. Se po kaluam në ego për pushtet, ne pastaj fillojmë përsërisim gabimet e së shkuarës. Duhet kuptosh që edhe ai organizim që bëhet momentan, le themi ky kuvend popullor, nëse bëhet vetëm nisur nga protesta, mosnjoja që individët kanë me njëri tjetrin nuk sjell forcë, sjell përkundrazi, do sillim me kalimin e kohës diferenca dhe përplasje të mëdha. Dhe prandaj është shumë e nevojshme në këto momente të ketë durim, të ketë bashkim qytetar, sikurse qëndron protesta, dhe ju e patë që kryeministri, si thua, reagimi i kryeministrit dhe i qeverisë ka qenë shumë i nervozuar, duke dalë edhe nga një sjellje normale, në momentin që protesta ka qenë e bashkuar në nivel qytetar. Në momentin që ne kaluam në situata të përplasjes, kryeministri keni parë sa i qetë ose është më i qetë në sjelljen e vet. Dhe kjo është mesazhi. Shoqëria është bashkuar, shoqëria nuk kërkon më heroin, kërkon sistem, dhe sistemi ndërtohet me dije, ndërtohet me përfaqësim dinjitos, dhe kjo është mënyra që unë besoj duhet shkojmë përpara. Mendoni që do ketë një fund ndryshe nga i 2018-s pra, i studentëve? Patjetër që do jetë ndryshe, sepse protesta e studentëve tentoi të synonte këtë ndryshim, por forca e të keqes, do thosh, ose forca e sistemit atëherë ishte më e madhe, domethënë partitë si LSI-ja, PD-ja, edhe partitë opozitare ishin më të fuqishme dhe ndërhyn për ta shkatruar, kurse lufta që ka bërë SPAK-u në këto vite, pra që nga protesta deri sot, është jashtëzakonshme për t'i dhënë fuqi qytetarit. Ju shikoni që presionet e administrat nuk janë më si më parë, drejtorët janë më të kujdesshëm kur thonë mos shkonin protestë, më parë at'i jepnin ultimatum, kjo për shkak sepse ka frikë. E dyta, ju e shikoni që protesta, se gjithmonë dëgjoj shumë veta që thonë nuk ikën Rama, pushteti vazhdon aty, dhe kjo është
është e gabuar. Ka sot qeveria dhe kryeministri dhe sistemi ka rënë. Ju shkoni me një mikrofon ose me një kamerë në administrat, shumë pa eficienca ose produktiviteti i administratës ka rënë. Kjo për shkak se s'ka mosbesim. Shumica e drejtorëve nuk firmosin më. Kjo tregon që sistemi ka rënë. Ju shikoni që kryeministri ose ministrat bëjnë video dhe shoqëria tallet. Kjo do thotë që ka humbur legitimitetin. Ju shikoni në arenën ndërkombëtare, nuk e afron njeri. Kjo do thotë që edhe atë imazh që ka padur jashtë që e mbante të fortë, sot ka rënë. Pra, duhet kuptojnë që qeveria dhe sistemi ka rënë. Po, sigurisht protesta ka nevojë për një lëvizje brenda Partisë Socialiste apo edhe një mbështetje më të fortë nga ndërkombëtarët për protestën apo? Po, ju duhet kuptoni, këtë nuk e dim, ju po shikoni reagimin brenda Partisë Socialiste, shumë pak deputet kanë që dalin publikisht që mbrojnë kryeministrin. Një pjesë shumë e vogël që kryesisht janë numrat në parlament janë, përveç Koçekut. Nuk e kemi parë nëse bëhet një mocion mosbesimi ndaj kryeministrit. Po duhet nuk e kemi parë. Për kryeministër nga ana tjetër, ata sikur thoni janë bashkë. Pikërisht pra problemi është që ne kemi një sistem tërë politik që janë bashkë, sepse nëse do bëjë një mocion mosbesimi, ne nuk e dinim nëse kryeministri ka ende votat. Me këtë sjellje, me këtë mos përkraje politike, ju keni dy deputet që sot kanë dalë publikisht kundër, po mund të ketë shumë zëra tjerë që të cilët në opinionin publik nuk janë prononcuar as pak. Dhe kjo është forca qytetare. Në këtë kontekst në them që kemi arritur shumë, sigurisht që duhet jemi durueshëm sepse nuk mund të presim ndryshime madhore për 42-43 ditë, por luftohet drejt një sistemi që ka 80-90 vjet në pushtet. Dhe ju patë edhe ambasadorin mos gaboj të OSBE-s që doli në përkrajit protestave, keni parë politikanë të ndryshëm të Parlamentit Evropian. Në fillimet e protestave keni parë pikërisht, keni parë goditjet e fuqishme të SPAK-ut kundër krimit të organizuar që është një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes së pushtetit. Pra, duhet jemi shumë pozitiv dhe të festojmë këto arritje që ne kemi marrë. Vjas në gjykimin tuaj. Unë nuk ti them, sepse unë nuk jam politikan, por unë kam një këshill. Kryeministri i vendit duhet japi sa më shpejt dorëheqjen. Çdo ditë më shumë që ai qëndron, është një mundësi e humbur për Shqipërinë për të ecur më tej dhe më shpejt përpara. Është një vështirësi që i krijon vendit për të krijuar Shqipërinë europiane dhe një thirrje gjithë parlamentarëve, gjithë kushdo që ka pushtetin edhe SPAK-un, sot kanë fuqinë e popullit për të bërë ndryshimin që ne kemi pritur 36 vite. Nuk duhet të jetojmë më me këtë sistem, njësoj sikur se populli nuk ka më frikë, ju nuk duhet të keni më frikë, duhet të bëheni pjesë e ndryshimit për të ecur përpara. Ju shikoni që pavarësisht problematikave që Shqipëria ka një interes të veçantë Bashkimit Evropian për ta bërë pjesë Shqipërinë të Bashkimit Evropian, dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Dhe për të bërë një analogji, mund të marrim rastin e Kroacisë. Mos harrojmë Dyberi që kryeministri Kroat, kur Kroacia do futej në Bashkimin Evropian, e merrnin të gjithë këta të Bashkimit Evropian për dore në çdo forum, i bënin PR etj. Në fund fare i vënë pranga në Belgjik. Këtë duhet kuptosh shoqëria shqiptare. Për një orë arrestuaj shkretin. Po për gati 2 vite promovoi si kryeministri jon për sa kohë shërbente interesit përgjithshëm dhe menjëherë një fund të tillë si në mos gaboj Sanaderi. Patjetër. Ka pas pikërisht, po jo vetëm ai, ju keni shembullin rumun, ju keni shembullin Maqedonas, mos harrojmë që një kryeministër është në Arati, pra e ka treguar bota se ku do shkojë ndryshimi. Ne shqiptarët thjesht sot duhet gjejmë forcën dhe durimin të bashkëbisedojmë me njëri tjetrin për ndërtuar një sistem që na shërben neve dhe jo një sistem që i shërben një grupi të vegjël njerëzve apo interesave caktuara që janë për te interesave tona shqiptare. Të lutem, se kemi parë 2 diaspora, atë të sheshit dhe diasporën akademike. Tani atë të sheshit ne e pam që ishte edhe në Tiranë 2 organizime. Pjesa tjetër akademike, po tenton brenda institucioneve të Bashkimit Evropian në vendet ku punojnë dhe punojnë.
Unë jam shumë i lumtur që kjo, si thua, kjo protestë ka sjellë edhe bashkim të shumë studiusëve, shkencëtarëve, inovatorëve që punojnë dhe jetojnë jashtë vendit në një kohë shumë të shkurtër. Janë bërë dy letra, një drejtuar shoqërisë ku mbështeste protestat qytetare dhe një letër së fundmi që ishte drejtuar Bashkimit Evropian, ku edhe një herë thekson protestat paqësore, sepse të tilla janë, pa e vënë fare në diskutim, dhe dyta, vëmendjen që duhet ketë arsimi, shkenca, inovacioni dhe kapitali njerëzor. Dua të kujtoj këtu që Shqipëria, unë po shikoj statistikat e fundit, që nga viti 2000 ka 25% shoqërisë që është kurur, pra është një largim masiv i shoqërisë. Për shumë faktorëve. Kemi largimin e trurit, njerëzit të kualifikuar, jemi vendi i parë në Europë për largimin e trurit. Pra, dhe kjo na sjell dëme shumë të mëdha si në burime njerëzore, po ashtu edhe në mendje, pra në ekspertizë, ai që na duhet. Dhe kjo është pikërisht lufta për shkakun që një pjesë e akademikëve ne jemi bashkuar, studiusëve, inovatorëve në Europë dhe më gjerë, për të fokusuar ndryshimet që do pasojnë tek arsimi, shkenca dhe inovacioni. Një shtet pa arsim e kemi parë vetë se çfarë prodhon një shëndetësi që nuk ka korrupsion, qytetari nuk merr shërbimin e dur, prodhon një drejtësi që nuk i shërben përveç se një grupi të caktuar njerëzish, prodhon një ekonomi të dobët, pa industri, pra ne sot kemi industri. Që ta kapin kohën e humbur me. Kjo është një pyetje e vështirë, varet shumë, unë gjithmonë e them, nëse ne do krijonim një qeveri ideale, Shqipërisë do i duhen paktën 1 deri në 2 dekada që të rikuperonte gjithë energjinë e humbur, por sigurisht do ishte shumë më shpejt se sa hapat që po ecën Shqipëria sot. Taulant, unë falenderoj shumë për bisedën. Për mua është kënaqësi që folëm për këtë çështje dhe shpresoj që edhe në vazhdim, duke parë dhe situatën, të kemi mundësi që të komunikojmë sërish për të parë ecurinë. Ndoshta çfarë do ndodh në shtator, se vala që është nisur duket sikur nuk do ketë pushim gjatë verës. Kënaqësi, gjithmonë dispozicion dhe po, jam shumë i sigurt që protestat do vazhdojnë, reagimi qytetar do vazhdojnë, do kemi tekurin kësaj radhe për ndryshimin që kemi nevojë, edhe shtatori tetori unë besoj se vjeshta do jetë i bukur. Ndryshimet, më tha një miku im për ta mbyllur intervistën që ndryshimet më të mëdha në Shqipëri kanë ndodhur gjithmonë në Vjesht. Dhe sa duket jemi drejt të njëjtës ripërsëritje. Ta Adriatik Vallas atëherë që do ketë arrestime në Vjesht edhe në Vjesht u bë Azia. Po jo, janë bërë, pavarësisht se erdhën çik në Vjesht, një Vjesht më vonë. Unë të falenderoj për bisedën. Faleminderit, kënaqësi.